Vetur që prej shumë vitesh po qëndron në oborin e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është llada me të cilën po udhtonin Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha e Hakef Zejnullahu. Gjurmët e plumbave të cilat janë hedhur në drejtim të saj kanë zbehur të gjelbrën e ndezët që kishte kjo vetur. Vrimat e ndryshkut janë vetëm disa nga shenjat e mbetura nga shkrepjet e plumbave që vranë 3 dëshmorët e Kosovës. Sot për lajmi.net, mbesa e Hakef Zejnullahut, Floreta, tregon që me këtë vetur ishin kryer shumë punë gjatë kohës së luftës. Vetura që po e shihni prapa është vetura e UÇK-s që ka qenë në emër të Axhit tim Hakifit. Me këtë vetur e kanë ushtruar një veprimtari të madhe në atë kohë Axhi im Hakifi, Zahiri edhe Edmondi edhe shumë bashkëluftëtarë të tjerë. Me këtë vetur kanë kryer aksione të shumta jo vetëm në Podojevë, por në gjitha viset e Kosovës edhe kanë formuar, kanë organizuar e planifikuar edhe ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Axhi im është nip i Zahirit, do të thonë janë nip e daj, më pas kanë qenë një grup jashtëzakonisht, ndoshta në fillet e para kanë qenë një grup i vogël, por ma tutje duke u rritë dhe duke shtrirë edhe më shumë veprimtarinë dhe duke ushtuar edhe grupi i tyre, e kanë jo vetëm në Llap, por edhe në Dugazhen edhe në Drenica dhe në gjitha viset e Kosovës. Janë mbledhjen organizuar djemtri që kanë pas qëllimin ririn, çlidimin e Kosovës dhe janë organizuar dhe kanë formuar edhe celulat e para të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që më vonë ka ardhur deri tek lufta dhe te liria. Jam jashtëzakonisht krenare që jam mbesa e Hakifit, mbese e heronjve, duke pas parasysh që këta kanë qenë ndërthemeluesit e parë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe me punën, me veprimtarinë e tyre, me heroizmin e tyre, jo vetëm që kanë formuar ushtrinë qëllimtare të Kosovës, po më pas edhe ka ardhur deri te liria, pavarësia, po rëmja e tyre gjithashtu ka shërbyer edhe si një lloj mobilizimi, edhe ju ka jap një motiv më të madh edhe shokëve të vet që të ndjekin rrugën e tyre, të razume prej tyre, edhe kanë qenë udhërofyes edhe për shokët edhe për shumë tri tjerë të cilët janë bashku UÇK-s edhe Matutje dhe kemi ardhur deri tek liria. Faktikisht unë kam qenë 3 vjeç e gjysmë, kam qenë e vogël në atë kohë dhe nuk është se mbaj mend nga ajo kohë, mirë po me ato që më ka tregu më shumë gjyshi, sepse kam qenë më shumë e lidhur me të dhe kam pas më shumë bisedë me të sesa me anëtarë të tjerë të familjes rreth kësaj. Unë kam qenë mjaft e lidhur me Axhin në atë kohë se ai s'ka dashur Zoti që me pas fëmijë, unë kam qenë fëmia i parë në familje edhe kemi qenë shumë të lidhur me të. Unë e kam një ato si premtimin edhe pushimin edhe kohën çdo kohë të lirë që ka pasaj e kemi kalu bashk, ka qenë shumë i dashur për familjen, shumë i përkushtuar, i kujdesshëm, përveç asaj kohës që ka kalu jashtë veprimtarinë e tij tu e ushtru, pjesën tjetër e ka kalu në familje, edhe jam jashtëzakonisht krenare që i takoj kësaj familje edhe e barti qakun e heronjve. Ndërka që Job Pajaziti, vëllau i Zahir Pajazitit, flet për kontributin e madh të Zahirit në luftën e Kosovës, madje ai kujton edhe një fjali të tij, ku thoshte se besonte thellësisht që pas vitit 1997 Kosova do të njihet anë mban botës. Zahiri gjithmonë ka lexuar veprat ndaluara në kohën e komunizmit. Edhe aty është inspiruar, më shumë është inspiruar prej Baset Adem, veprës tina Gjarpit dhe Gjakut. Edhe ka filluar që aty ka filluar. Ai planet e tina kur që ka treguar, i ka po sekret, 15 vjeçor ka qenë ai veç ja ka nis me mendu për Kosovën. Po kur e kryer shkollën fillore, atëherë ka qenë 8 vjeçare. Është regjistruar në Mitrovic, në Voshtre për polic. Atë e pranuan edhe vitin e parë kryo, vitin e parë ka po që çfarë diskriminimi është bon mes shqiptarëve dhe serbëve aty. E aty kanë lind ajo mosmarrëveshja e tina me profesorët e tina. Vitin e dytë kanë përshtuar. S'kem pas komentin se na e kem ditë kush është Zahiri. Edhe mandej ka vazhduar këtu në Norlan, shkollën e mesme, gjimnazin e përgjithshëm. Po në shkuan në Podojevë edhe 2 vite, tani e ka regjistruar fakultetin e gjuhës angleze. Veç
në 81 veç kërsetën në demonstratat, edhe aty është gjithmonë marrën me çështjet Kosovës. Ja, deri në vitin 94, në shpika qenë gjithë. 94 tani, kur janë nisën këto me formua muqëkën, atëherë ma shumë ka nejtë në Podujë edhe në Prishtinë. Gjithmonë kem pas kontakt. Unë kom punu në Podujë dhe atje gati për çdo ditë jam taku me ta. Na të gjithë na konë rrezik për jetën. Bilaj nuk konë, ma rrezik na konë në se sa ai. Ajo konë i armatos gjithmonë. Ai konë nuk ka shku pa arme. Në 10 orë 96. Ai një janar rosa, në 10 orë është pregadit me shku në Shqipëri. Edhe dejnë për në verë, tash mujnë nuk e ka tregu, tha unë nuk do të kthejna. Por çka u prishën atje në Shqipëri me këta tash komandantët e Zvicrës, nuk e dim, edhe u kthye në janar në Kosovë. Në janar unës nuk e kom zatet asnjëherë. Lajmë në dha vllau i madh. Me një djalë të Tagjës, kanë dalë në Podujë, si gjithë shtunave tjera, dhe atë kanë penin vllau të Akifit kanë dëgjuar që janë vra Zahiri, Akifi edhe Edmond. Edmondin mas 2 ditë e kena ditë kush është. Po na nuk e kemi njoft, na familja se kemi njoft. Tek te sa e identifikuan familja aty në atëherë e kemi ditë kush është. Asi kërë me të ra qjelin në krya dhe shumë ranë. Ujupi vazhdon duke rrëfyer gjithçka për jetën e vëllait e nuk harron ta përmend edhe momentin e fundit kur e kishte takuar. Na taku me ta. Ja, ai veç tregoi që kom shku në Shqipni dhe kom nejt deri në pranverën 97-ës. Kush ai për desprez këto tu që kës kur nuk ka folur me familje. Qa punon, qysh punon, jo. Po unë me motra, se edhe motra kem, edhe vllazët i tekom me martue. Po martu dhe ke Kosova, unë nuk do të martohem. Aty e dim që aje ka desh shumë Kosova. Të ishte me të regon 94 dhe një filloj me najtë në Podujë shumë. Rishëm një kafa të isha me shoqnin që isha në punë, edhe tha, për neve kush s'ka më morë, tha deri në 97-ën. E kesh fjallin për ndërkombëtarët, se ishin luftat atje në Bosnjë, në Kroaci, tha 97-ën anina, tha këtë bota ka më morë vesh, kush është Kosova. Edhe Rahim Haziri, bashkëluftëtar i Zahirit, tregon se kanë qenë shok të pandar, derisa i ndan plumbat e shkrepur mbi lladën tashmë të njohur. Lajmin për vdekjen e shokut Rahimi e kishte përjetuar shumë rënd. Me ta jena njoftë qysh në klasën e 5 shkollës fillore, sepse ka qenë një fshatit Torllanën e Mazëb, deri në klasën e 4 kam qenë Rakenic, klasa e 5 të kom vazhdu në Torllan, atëherë kom taku Zarbazit. Si shok ka qenë shok shambullor, ka qenë ju kanë ndihmu atyne që kanë qenë ma të dëmësim, që kanë qenë ma të varfër, ju kanë ndihmu edhe ekonomikisht, edhe këna fillu me ta bu shoqërua edhe me bu aktivitete sportive në të kohë, se ka qenë një sportist i dalluar në të kohë. Po përpos që ka qenë sportist edhe aktivitete tjera kulturore, si poezi, ka rezitu shumë bukur, ka këndu shumë bukur, ju ka ditë me rafë vegla muzikore për thuj që të gjitha, po si pasion ne ka pos fyllin, sepse e karakterizojke si instrument burimor popullor shqiptar. Krym klasën e 5, u hap e 6 në Rakenic, unë u ktheja prap në Rakenic e kreja 6 e 7, prap klasën e 8 me Zahirin bashk. Kër e krym klasën e 8, ajo regjistron shkollën e policisë, unë u regjistron gjimnaz. Po për aktivitetet e tina patriotike bjen syte disa profesor sërb që kanë qenë aty dhe e largojnë. Kur e largojnë për shkollës policisë, Zahiri kthehet në Orlan edhe regjistron vitin e parë gjimnaz. Po unë isha në vitin e dytë, vitin e parë. Gjithmonë të bisedue me ta rreth çështjeve që na provokojshin në atë kohë, me ta të bisedue dhe të lexuar literaturë ndaluar me ta asaj kohe.
Inspirim kryesor për neve ka qenë Baça Demlemaçi, e të lexuar romanet e tij Gjarpret e Gjakut, Alternativa në atë kohë. U bëdekën në Ljubljanë, na thjeshin disa njerëz ta sigurisht lexojnë bashkë. Duke u frymzuar me këto dhe nga veprat patriotike shumë shqiptarëve, ta sigurisht shqiptarët noi që ka pas populli shqiptar, edhe na filluam mendojmë të organizojmë diçka. Edhe pse tri filluam të organizojmë diçka. Ideja e Zahirit, po na me gjithë kena pritë dhe kena përkrahur disa shokë që ishim aty, që nuk ka qenë numër bashkë i vogël, po kanë qenë numër bukur i madh. Dal nga dal Zahiri, duke ju falenderuar Enver Osmanit nga fshati Ballavs, bjen kontakt me do të LPRK-s në asaj kohe, edhe Zahiri pranon edhe bëhet antari LPRK-s në asaj kohe. Vjen e bisedojmë bashkë edhe ne pranova. Me njerë edhe filluam organizimin me ta. Organizimi i parë ju në ka qenë të zgjedhëm djelë të familjes më të mirë, të bisedojmë me ta. Me njërën e parë që kena biseduar në Zahiri ka qenë Nazmi Zuka i Arlanit, i cili edhe ishtë në ri edhe, po e s'ka tregu edhe në ka bashku. Kështu, Zahiri do, unë do, Nazmia do dhe bot një grup bukur i madhe se kohë, dikun deri 22 vetë, që jena grupi i parë i armatosur në Orland, që pa u përmend dhe në që këja na i kena pas gjitha armet. Në atë kohë ishëm të pajisën me arme pushk M48, disa bombadore, revolvera gjepit kishëm në asë kohë. Këto i kena une me Fadil Pajazitin në kushet Zahirit, kam shkuar në Mitrovic e i kena ble. Edhe i kena që në Orland, pu ja kena në grupit edhe, se cili pej grupit u mësua dhe u shtrua me gjitha këto arme. Me vështire ka qenë pushkomitrolezi M53, pushkomitrolezi vjetër, ka qenë pesha shumë i rëndë 12 kg e gjysë, që u duke në atë kuku, naturathonën në mënyrë ilegale me e bajt. Se cili për neve në grup e ka pas detyrë që në fshatin e vetë të i baj spaku 3 vetë. Pa ata 3 vetë nuk e kanë ditë kryesin që ishëm na prej 11 vete, pas ndaj u angazhume në parti parlamentare në mënyrë që punojmë legalisht, si politik, kurse punë tëna ilegali punoj shumë ilegalisht. Partia parlamentare. Qështë fillim e kena forumin rinor ka qenë, po pasën e kalum pe forumit rinor bom partit parlamentare. Pu Zahiri zjedh kryetar, unë zjedha në kryetar, Isak Shabani sekretar, Ismet Haliti zjedh antar, Kadri Pajaziti më vje ketë që shumicës për ty e ku më rojën se u konë vitin 90-91. Filluam për mos me dollë rinja jashtë, se filluam rinja shumë e dollë jashtë, filluam që ta ndërtojmë vendin fshatër tona. Punuam me 1000 kilometra rrugë me dorë, për gjitha fshatrat 10 rrugë, gjitha fshatra i punuam me dorë. Punuam e sillëm u i sjellsin, i punuam rrugët, aty gjitha vetëm që rinia mos të rësën vendin e vetë. Dal nga dal, në si grup armatosur në asoj kohë, filluam që të bojmë inqizimin e krejt stacionë policore. Në atë kohë e dini, nashta jo jeni ma thrivesh, dikush e din që u armatoshin nga pushteti sërbë, edhe gjithmonë në shkuj këna kontroluar sërbët, i këna veshgu tonë natën se me qëfar armësh edhe si për armatosin. Bile keshin me mu se unë në atë kohë kam qenë edhe mësim dhanës, edhe tonë ditën për në isha me në zanës, tonë natën në duke më dhëtu se ma zë bërë lëndë 6 kilometra. Takimet i kena bo në shpinë e Nazmizuk, ka qenë një shqitore, i kena bo gjithë kërë të rrugë prej orës 10 deri në mëngjes. Aty jena konë 22 vetë, nuk isha hi krejt me amen, po se i harroj dëmë vje keq, po ka qenë Kadri Pajaziti, Ismet Haliti, ka qenë Zahiri, Nazmizuka ka qenë kryesori, sepse a ishtë i lidhë drejt për dhe me LPRK-n, e qëllimi jonë ka qenë me armë ma letë të armët, se armët s'keshëm tolla, s'keshëm edhe kështu LPRK-ja, i keshë në atë kohë disa tollave, për atë arsye edhe u bashku me këtë grupë. Po këna posë, për na këna punu në shumë profesionistë, shumë ilegale në atë kohë, sepse Zahiri ka qenë i lidhën,
ka qenë i lindur strateg ushtarak, sot me fakultet nuk besoj që ka strategji më të mira, por përpos që ka qenë strateg, ka qenë edhe këngëtar, ka qenë edhe vallëtar, ka qenë për që ata një veten shumë një përgjegjësi të madhe me folë për ta, sepse duhet me qenë edhe këngëtar, duhet me qenë edhe strateg ushtarak, duhet me pas gjitha për me fur komplet për jetën dhe veprën e Zahirit. Dal nga dal filluam edhe zgjenum grupin, u bom diku 22 vet, edhe filluam të mendojmë të marrim aksione. Avni Ajeti, po ashtu bashkëluftëtari Zahir Pajazitet, tregon krenarin që e ka për shokët e tij. Teksa kujton sa e egër ishte lufta, Avdiu tregon se gjatë asaj kohe okupatorët serb kishin maltretuar edhe babain e tij. Mua më ka njoftuar Nazmi Ajeti, vllov, sepse ai ka qenë i organizuar më herët dhe në vitin 1994, po atë ditë që e kam takuar, atë ditë edhe kam marrë rrugë me të për Shqipëri dhe takimi me të ishte interesant sepse për mua atë muesh, domethënë vetë konstrukti, vetë trupi i Zahirit, vetë figura e tij, domethënë unë si i ri 17 vjeçor, më bëni përshtypje dhe po fillimisht diçka në atë rrugtim nuk kemi pas që kemi biseduar rreth një organizimi të mëndshëm, domethënë. Je vllov nga Zvicra, domethënë në telefon, më tha apo do me ardh në Shqipëri edhe shko takoje filonin. Dhe ne u takuam aty, ai kish pas do punë tjera të vogla dhe më tha shko pritëm para shkollëve të fakultetit filologjik dhe aty e pritëm edhe vazhduam për Shqipëni. Domethënë rrugtimi ishte i vështirë sepse ishte 24 dhjetori, ishte dimën pro në bie shteshorit, ishin vështira me i kalue të natën burë me i fjollë rrugtimi i vështirë. Dhe më rrim në Tiranë, erdhë mas 3-4 dite vllohë nga Zvicra dhe ata sigurisht bisedonin për një organizim të mëndshëm, domethënë rreth organizimit dhe formimit grupeve për me godit pro armikun. Mas 3 muajve u kthyem në Podujev dhe aty pastaj pota e fotin të ta një edhe Hakifin, se këta doje nep, edhe për mua ishte një knasi se mosha e re, këta ishin ma të pjekun, ishin ma të mëdhej, domethënë ka 15 vjetë para meje, dhe në rrethon ato kushte, me konë shok me ta për mua ishte edhe krenari. Jem krenar që po ta rastin t'jem shok me ta, sepse të dytë kanë qenë në një farë forme edhe më kanë ruajt edhe jenë kujdes shumë për mua për arsye se vllavi ishte domethënë i përndjekun, ishte i burgosën, babojnë domethënë ma maltretonin bukur shumë, regjimi në atë kohë e maltretonin dhe gjatë veprimtarisë dhe gjatë kohës, më thonë, kur më kujtohet, kur Zahirin në i thët babës tem që para one në burg, avniu s'ka me ro. Pa u vrone, avniu dhe më thonë s'ka mu vro. Dhe në një farfur me i tha që mos e penga edhe leje dhe diskutime tilla që dhe më thonë e kom posë për krojën edhe të familjes edhe në këtë drejtim. Dhe filluam dhe më thonë me organizime, pastaj erdhen u inkuadruan edhe djemë tjerë, pro me Zahirin, Hakifin, Ilirin, në atë periudhë me konë bashkëluftar me ta, me të vërtet është krenari, po njëkohësisht edhe për mua janë humbje të mëdha, sepse në atë aspektin e ushtrisë shqiptare të Kosovës normalisht është humbje shumë e madhe, po mua realisht mungojnë si shok, si njerëz. Vdekja e Zahirit me shok solli mërzi tek të gjithë,
por sidomos tek ata që e njehnin nga afër. Avniu rrëpen edhe për ditën kur mori vesh që ju vra shoku. Mua për atë ditë këpshme më ka njëftu Sabedini, so në dola në qytet, dhe u takum të shkolla Isa Boletini tani, dhe unë e poshën në ftyrë, e poshën sy Sabedinin që diçka nuk është në rregull. Edhe mu drejtue pse i e këtë, sepse për Edmund Hoxhën dhe më thonë nuk e ka ditë kur kush është, se ka qenë pa letër njeftim dhe realisht ta kanë menue që jëmune, më thonë pa letër njeftim i ri, kështu që ka qenë befasi për Sabedinin dhe në një farë forme ajo munue mos më tregu rastin që janë vro, po një herë më tha, je kanë bon deshje, thashe pse po rrinis, po shkonin në spital atja, shone nuk isha fort i pregaditun, fort po heq, dhe më ro kështu goditje fort, edhe unë hupa për shëndrimin realisht, thashe unë po shkoj po këqyri qka u bo, edhe më tërhoqi për dore dhe më drejtoj një rrugë tjetër, ku më tha, prit, tha se ata tha, jenë vro. Pra për mua ishte goditje shumë e ronë, dhe nga aty dhe më thonë ne kalum një legalitet, ku automatikisht u organizum dhe më thonë me Ilir Konushevcin, e këta djemë tjertë, ku mërëm vendim që unë e Ilir Konushevci dhe Shajip Haziri dhe më mund të kaloj mas 9 ditë ilegalitet në Shqipëri. Pra aty në Shishmën Gjakovës na priti familja e plakut, zoja e shtëpis, pra ishte me non shkurt ditë Bajrami, ku në një farforma ja u mënue që në zbut dhimjen e të në orën Bajramin e me shpresë që të ardhmen të vindit më të mira e kështu me radhë. Realisht thymjet më të mëdhoja i kemi pas, sepse ne me Ilir Konushevcin, Shajip Hazirin, shkumë në Shqipëri, pra se u dekonspiruam, pra për 2-3 muaj ne kemi qenë të shokuam dhe s'kemi pas moral për çështje të organizimit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Po fol djemve këtu në Podujev, e djemve që ishin të organizuar në Kosovë, pra nuk u dorëzuan moralisht dhe u riorganizuan dhe goditën prap armikun, ku për neve ishte diçka që shumë madhështore, pra edhe njëherë u ringritëm dhe filluam nga Shqipnia që bojmë organizimin edhe futjen e armeve në për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, dhe pastaj ndodhen rastet si sulmet mbi familjen Jashari, sulmet mbi në Glogjan mbi familjen e Haradinajve, dhe qytetarët e Kosovës një numër i konsiderueshëm u riorganizuan dhe morali ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ishte shumë i madh dhe filluam pra zona operative Llapit, pastaj u riorganizua edhe e hapi luftën frontale ku pozicionuan në Bjesht e Shalës, pra ne ata djemë që ishëm në Shqipëri, erdhëm në Kosovë, pra ishte një ndjenjë e mirë kur erdha në Shalë Bajgos dhe i posh gjitha ata 3 me pushk në dorë, dhe për mua dhe për shumë të tjerë nuk ishte problem sepse veç lufta filloi. Pra ka qenë rrezik që edhe njëherë njësitë guerile të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës me ordhë pune e pamundësisë të organizimit, pra ka qenë dështimi më i madh. Po ja arritëm qëllimin dhe tash kur janë bërë 23 vjet që Kosova gëzon lirin,
Avniu shprehet optimist se vendi po bëhet dita ditës. Po tani menoj që mundësit e mëdhoja për krijimin e shtetit, pro temeli dhe gjoku i dëshmuarve është siguria me modhe për këtë shtet. Pro, sigurisht që është e vështirë, ndoshta për një periudhë shkurt, më ndërtue demokracia e shteti, po jam shumë i sigurt që s'do të ketë kthim mbrapa, sepse s'lejojmë, dhe dita ditës po menoj që do të vazhdoj shteti më bo më mirë.